Për te po lutemi. Ja ku kemi mbretin e lavdisë, Mesian Jeshua Krishtin, që vetë dekreton me gojën e tia. Qarë thotë? Kur na tregon rrugën si neve duhet të ecim, si mund të mposhtim satanin, si në këtë rast marrim perspektivën edhe marrim ato veglat e mira, armët e mira kundra të ligut. Dhe jo duke vetëm deklaruar, sa i deklarim, deklarohet i fjalën sa të duash, nëse nuk e zbatojmë atë fjalë, ngelet pa efekt, ngelet bosh. Nuk ka jetë ajo fjalë kur në këtë rast ti vetëm e deklaron, e shpall. Ka jetë ajo fjalë në jetën tënde dhe timen kur neve e zbatojmë në të mirën tonë të mundshme. Prandaj kthehemi dhe fillojmë tani unë duhet të zbatoj. Okej, punoja në ditën e sabat, tani nuk duhet të punoj më, sepse Ati më ka thënë që unë nuk duhet të punoj, sepse kam hyrë në bestidhjen e gjakut të Mesias dhe kur e shkel, masandaj thot Ati që ka pasoja, thot. Ati është një zjarr konsumuese, brejnë të 10, se mëkati e shkelja e çdo urdhërimi të Atit, kur unë i shkel me vedije, okej, Ati ana shkalovi ignorancën tonë, kohët e padijes, por tani thërret të gjithë në pendim, thotë vepra 17. Të gjithë në pendim për çfarë? Po kthehesh për kë? Po kthehem unë ja në emocionet, po kthehem unë dhe kaq. Kthehesh që të ecësh në një rrugë që ai ka dekretuar, dhe na i ka dhënë, nuk na le pa evidencë, pa shenjat e tia, pa urdhërimet e tia që janë të mira, të drejta, të shenjta, të veçuara. Kur vjen Satani dhe do vi për të shkelur urdhërimet e tia në jetën tënde dhe time, sepse e di që më përpara Satani ishte një kerub, ishte në praninë e tia, para se krenaria të gjendeshe në zemrën e tia, a i e di çfarë është mëkati, a i e di që Ati është në këtë rast, ka një legalitet të gjërave që ai dekreton, dhe vazhdon të na joshë, vazhdon të na mashtrojë, si një luan rrumbullues çdo ditë në mendjet tona, në mendje, nuk hynë, nuk e di çfarë ke në zemër, vetëm Ati e di çfarë ke në zemër tinë. Po, Ati ma di, siç më thosht dikush dje, po Ati ma një zemër mua. Po, Ati na një zemër që ne po shkelim sabatin e tia, çdo ditë, ja kjo është zemra tënde. Ati një zemër, nuk duan të zbatojnë fesat e tia biblike, ja ku është zemra jote. Apo jo? E themi që të ndërgjegjësohemi vëlla e motër, nuk po ta them në këtë rast që ti në këtë rast të zemërohesh, që ti në këtë rast të marrësh ndërgjegjësimin tënd dhe të fryma bind nëpërmjet fjalës që themi. Dhe kur vjen fjala të merret seriozisht, sot besimtar nuk e marrin sot, pastori sot nuk e merr fjalën e tia seriozisht në jetën e tia personale. Masandaj çfarë do mësosh kur Mesia tha në Mateu 5:19, duhet të kesh urdhërimet e Atit. Aty akoma nuk ka filluar ministria e tij në Mateu 5. Jemi këtu në Mateu 4, por një kapitull më vonë. Duhet të kesh urdhërimet, thoshte, t'ja mësosh të tjerëve urdhërimet e Atit, që të jesh më i madh në mbretërinë e qejve. Sot çfarë po mëson një drejtues? Mësojmë filozofi tona. Hapi, marri 1, 2, 3, 4 pika dhe pasaj do ta kthej unë zhanarmuse, mjafton të dëgjosh për 20 minuta. Po nuk ka 10 minuta të dëgjosh. Thjesht çfarë flasim? Gjëra perceptime të pjesshme. Gjithmonë ajo pjesshme, marr që këtu jam, shko atje. Do marrim studim librin e Zanafillës. Kur ti e ke anulluar atë Zanafillë, atë ligjin e tij të përsosur, që ti nuk e praktikon në asamblen tënde, përse po e merr atë librin e studimit? Si të abuzojmë me fjalën e Atit. Do marrun librin e bente pastorin Tiranë. Po, dërgonte dikush më së ndaj. Po largohu njerë nga paudhësia e bashkimit të feve. Pastaj shiko të veçohesh, fillo të marrësh urdhërimet e Atit, fillo të kuptosh karakterin e tij, të jesh imitues i Atit Elohim, Efesianët 5:1. Ajo është një rrugë e mirë, kur akoma nuk ka hyrë frika e Atit në zemrat e dikujt, që është fillimi i urtësisë, akoma nuk kemi filluar për shumë prej tyre, dhe shumë i ndjekin.
Shumë për ju i ndjiqni si njerëz të titull me titull apo gratë të tjera dhe dalin motrat pasaj në online. Për çfarë del ti në motër? Ku është autoriteti tënd? Ku është struktura mbikëqyrja tënde në këtë rast e një peshkop, e një zyre që ati ka vendosur të praktikoj dhe të mësoj ty urdhërimet, duke qenë që në fjalë të urta 31 flet që ligji i atit duhet të jetë në gojën tënde, në buzët tënde. Ligji i atit, i përkushtimit të dashurisë duhet të jetë në gojën tënde. Dhe për ju motra, po flet që urdhërimet duhet t'i mbani dhe ju, se masandaj duhet t'ja mësoni kujt, t'ja mësoni të rejave, motrave të reja. Dhe çdo gjë që apostu thanë, nuk thanojnë diçka të re. Profetizuan për disa gjëra nga fryma, thanë dhe predikuan lajmin e mirë të mbretërisë, që hyrja në beslidhje, si për popullin e tyre fillimisht dhe për ne kombet, dhe masandaj na vazhduan të na flasin urdhërimet ligjin e atit, për lavdi të tija. Janë letra drejtuar komuniteteve të kishave të shpërndarë të zgjedhurve të judenjve që ishin të shpërndarë në diasporë, ke në Turqinë sot moderne, që atëre qushe Azia, në Greqi në këtë rast dhe në vendet që ishin përreth. Janë letra që inkurajojnë besimtarët. Mesia vetë vazhdon të na thotë që kur vjen i ligu, kur të vjen të ndojë, ti çfarë duhet të kesh në zemrën tënde? Ti duhet ta kesh atë fjalën që del nga goja e atit Elohim, që është në Ligjin për të rirët 8:3. Duhet të kesh filluar të rosh me urdhërimet e atit, se duke ndentur në urdhërimet në ligjin e tij të përsosur, i ligu nuk të prek. Prandaj thotë lavdiat. Çfarë thotë në para Gjonit 5? Ja ta shikojmë me qëra fjala. Ja shikojmë çfarë thotë në para Gjonit 5, në rast se mund të prekesh nga i ligu apo jo, dhe çfarë kërkon ati prej nesh. Megjithëse tër paketa që shikon besim urdhërime që nga zanafilla deri në zbulesa, dhe shikon dy kategori njerëzish, të drejtët që janë përpara atit, ecin në ligjin e tija, Romakëve 2 apo fjalë të urta 15 apo 28, Psalmi 1, Jakovi 1, 21 deri 25, ka plot. Masandaj ke të pabesët që kanë braktisur ligjin e tij, Psalmi 119, 53. Ja ta shikojmë, besoj se duhet ta kem këtu. Po, para Gjonit 5. E prekëm pak herën e fundit, por jemi këtu gjithsesi për lavdi të tija. Ja, një moment, më fani, sa të shfaqet në ekran. Dhe Mesia këtu, vlla motër, po fliste për ligjin e për të rirët 8:3. Jemi në Mateu 4, mbas pagëzimit të tija është në shkretë të tjere. Nuk ka filluar shërbesa e tija, ministria e tija. Duhet të rojmë, po na thotë. Duhet i bindesh ti dhe unë Krishtit Mesias? Lavdiate që duhet i bindemi. Çfarë po na thotë? Që ne duhet të rojmë me çdo fjalë që del nga goja e Elohim në ligjin për të rirët 8:3, që ishte urdhrimet, ligji i tij i përsosur i atit. E para Gjonit 5. Kjo është siguria që kemi përpara atit, nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të tija, ai na e plotson. Që lidhe ndërthuret masandaj me fjalë të urta 28, që ata që kanë kthyer veshin gjetiu për të mos dëgjuar ligjin e atit, vetë lutja e tij është një gjë e nevojshme përpara atit. Pikërisht e para Gjonit 5, në vargje 3 se fillon nga 14, në vargu 3 kemi për kufizimin biblik të dashurisë ndaj atit, që neve të zbatojmë urdhrimet e tija. Pastaj, si rezultati zbatimit të urdhrimeve të tija, vjen konceptet të tjera që sepse neve thotë marrim atë që kërkojmë, sepse zbatojmë urdhrimet e tija. Besoj që është lavdiatit. Le ta shikojmë. Është në para Gjonit. E para Gjonit 3 mos gaboj.
që janë të lidhura aspektet të tilla. Aspektet të tilla. Po, dhe bëjmë gjëra që janë të pëlqyera prej ti. Vargu 21-22. Kur bën gjëra të pëlqyeshme, që është zbatimi i urdhrimeve të Atit, kjo është gjëra e pëlqyeshme dhe kërkon. Kjo është tërësia e njeriu, për dikush 12 vëlla, mo të kërkon Ati prej meje prej teje. Tërësia e njeriu është që ne të kemi frikë nga Ati Elohim dhe të zbatojmë urdhrimet e Tij, sepse ai do sjellë në gjykim çdo gjë që fshihet, të mirë apo të keqe. Tërësia e njeriu, prioriteti, çdo gjë që njeriu ka është njeriu, nuk po flet mbas përpara besëlidhjes së re, apo tërësia e njeriu po thot. Njeriu që ka krijuar Ati duhet të nderojë gjakun e besëlidhjeve që ka vendosur në Mesia, por thot tërësia e njeriu, cila është? Njëste një deri në 22. Shumë të dashur, nëse zemra jonë, çfarë nuk na dënon, përse zemra do na dënojë? Sepse atje bind fryma e shenjtë nëse kemi shkelur urdhrimet e Atit apo jo. Dhe kur kemi shkelur urdhrimet e Atit, fryma vjen dhe fryma shumë ka folur për lavditë të Tija në zemrat tuaja. Me çdo mësim që mund të kesh dëgjuar prej meje apo mesazhet që kam dërguar personalisht apo videot, dhe vazhdon të trokasi në zemrën tënde. Dhe fryma fillon të bind, fillon të flasi me zërin e tij të qetë, të butë, që këtë gjë që po vazhdon, mos e bëj. Mos shkel, mos ec në paudhësi, thot, që është mëkat. Mos shkel ligjin e Atit. Theu, thot. Po ne jemi në hir tani, nuk kemi më në ligj. Çfarë do të thotë? Nuk jemi më në gjykimin e ligjit. Sepse të është dhe hiri që ti të mos mëkatosh, Romakëve 6, Romakët 8. A duhet të mëkatojnë sepse tani na u dha favori i Atit, a i hiri do thot favor, mbi mesa. Jeta në këtë rast që ishte në Mesian, a i është hiri. Tani tu dha hyre në gjakun e beslidhjes, masandaj çfarë do të bësh? Do të mëkatosh. Për sot, kur i flet disa personave, masandaj nuk duan të marrin përgjegjësinë e tyre për të zbatuar urdhrimet e Atit, sepse mendojnë që besimi mbulon çdo paudhësi tani. Mbulovi më përpara, tani mbulon ato të tanishmet dhe do mbuloj ato të ardhmet, dhe se unë vazhdoj të mëkatoj me dashje. Dhe s'ka gjë, po unë mjafton të kem besimin. Kjo është mendja mishore, që shkrimi nuk ka folur gjëra të tilla. Por thotë, ec nderoj gjakun e beslidhjes me ecjen tënde duke zbatuar urdhrimet e mia, sepse Ati më përpara, pastaj i biri. Por sot kemi perceptime që i biri është përmbi gjithçka tani. Kaq, është përmbi Atin, ai është i vetmi. Sot i përmendesh një besimtari apo një drejtuesi Atin dhe karakterin e tij, që të jemi imitues, Efesianët 5:1, nga Ati të ecim në karakterin e tij, Efesianët 4, njeriu i ri, të çfishemi nga çdo papastërti e shkeljeve të urdhrimeve të Atit, të ecim siç Ati është i shenjtë, dhe ne të ecim në shenjtërimin tonë, siç na tha dhe Pjetri dhe citovi Levitikun, ato gjëra nuk i marrin parasysh. E di pse, sepse mësimet të reme që kanë vazhduar të marrin nga karizmatikat, nga lëvizjet e besimit që ndodhen që në 1900-ën dhe për më përpara, nga çdo lloj reformistët që filluan në 1600-ën dhe kanë vazhduar të implementohet kjo idhujtari në mendjen e shumë, dhe normal që e kishim dhe ne vite më përpara, por kur vjen frika Atit në zemër dhe thua dale, sepse tërësia e njeriu është që unë të kem frikë ndaj Atit tim Elohim dhe të zbatoj urdhrimet e Tij, se ai do sjellë gjykim në bazë të çdo zbatimi që unë kam bërë. Sepse besimi shprehet me anë të ecjes çfarë unë praktikoj, me anë të veprave çfarë po mbaj, kush jam, çfarë karakteri kam, a jam i veçuar me Atin apo jam i njollosur dhe kam çdo lloj s'ka gjë unë besoj.
e di vlla motër, ndoshta disa për jush janë pak janë çik si të rënda këto gjëra që themi, por duhet punuar zemra, sepse zemra ka me vite në Shqipëri dhe përtej në diasporë që kemi marrë vetëm gjëra që janë të pjeshme, farat të liga. Ndërkohë, fara e mirë, e drejtë, e shenjtë, janë urdhrimet e tija, është fjala e tij e përsosur që mbetet për jetë. Ne para Pjetrit çfarë po thoshte ati? Po thoshte të njëjtën? Të njëjtën aspekt, çfarë fjale kishte Pjetri që mbetet që ajo fjalë na ngjisi? Na ripërtërin, na transformon mendjet. Ndërkohë neve ecim në mendje, nuk duam të ecim në frymën duke zbatuar urdhrimet e Atit, sepse mendja mishore çon në vdekje, në liçenin e zjarrit, që nuk i nështrohet mendja mishore ligjit të Atit. Nuk i nështrohet mendja tënde dhe time, në këtë rast duke ecur në urdhrimet e Atit, në ligjin e Tij, vargu 7 ta thot në Romakëve 8. Dhe nuk i pëlqen Ati duke ecur në shkelje të urdhrimeve të Tija. Le t'i vem një kapak sa gjë njëre për gjithmonë në emër të Jashuas. Le të dalim nga verbimi, vlla motër. Kemi dalë dhe neve. Sot tikojmë shumë prej besimtarve që duhet të ishin në praninë e Tij, në urdhrimet e Tij, janë të shpërndarë, si byku që në këtë rast e merr era thotë e shpërndan. Ne psalmi 1 çfarë do të bënim? Të meditoni tek ligji i Tij ditë e natë, që të jemi të frutshëm, ja ku kemi dishiplizimin, ripërtëririn e mendjes, transformimin tonë, që duhet dhe po lutemi që të ndodhi në Shqipëri. Me çdo herë doktrine marrim, kjo gjë. Çfarë thotë urdhrimet e Atit? Kush janë apostujt, profetët, ungjilltarët, pastorët, mësuesit e vërtetë? Ata që kanë anulluar ligjin apo ata që ecin në urdhrimet e Atit? Kush është i drejtë sipas Romakëve 2? Jo ai që dëgjon ligjin, e ka fjalën për apostulli Shaul Pali, po ishte në harmoni me vllajën e tij Jakovin. Jo ai që dëgjon ligjin thot, por ai që zbaton ligjin është i drejtë. Neve na duket shumë e rënda ajo fjala ligju, më shumë. Ti po mundohesh të zbatosh kushtetutën e atë vendi ku je, ku banon, në të mirën tënde të mundshme, dhe normal që ka një pjesë shumë të mirë, sepse je akoma në lirinë tënde. Nuk të ka marrë dikush të ka futur në burg, sepse po i bindesh ligjit të atij vendi. Pikërisht Jakovi po na thotë që të ngulmojmë në ligjin e përsosur, ligjin e lirisë, sepse na jep liri, se mëkati na fut në skllavëri. Konceptet të thjeshta, do ecë në liri, thotë në Psalmin 119, sepse e kërkoj urdhrimet e tua. Do ecë në liri, dhe i ligu nuk më prek. Nuk më prek, ja ku e kemi. Sepse po të ecësh në shkelje, në këtë rast të urdhrimeve të Atit të vazhdueshme, ajo është paudhësi, duke ditur që mëkati, para Gjoni 3:4, është shkelja e ligjit të Atit. Por thot ka mëkat që nuk çon në vdekje, dhe ka fjalën që ti ke shkelur disa urdhrimeve të Atit, dhe shkoa që të pendohesh, thotë që të mos shkosh në liçenin e zjarrit. Këtë po thotë në vargu 17. Po na vjen fillimisht për të thënë, vëllezër motra, dijeni që kur vazhdoni të shkelni ligjin e Atit, ajo është paudhësi, thotë, sepse paudhësia është mëkat. Në i njëjti apostull shkruajti para 2 kapitull më përpara, në kapitulli 3, vargu 4, përcaktuar mëkatin. Pastaj thot, dijeni që po të vazhdosh të shkelesh ligjin e Atit, ajo është paudhësi dhe do të çojë në vdekje, thot. Por nëse kthehesh, thot, ka mëkat që nuk të çon në vdekje, thot. Janë disa gjëra që në këtë rast ti po punon me veten tënde. Në këtë rast, prandaj tha dhe Mesia, kur po ti shkelesh të urdhrime më të vogla, atëherë do quhesh më i vogli në mbretërinë e qejve, në Mateu 5:19. Por ai që zbaton urdhrimet e Atit tim dhe mësandaj ja mëson të tjerëve, do të quhet më i madh në mbretërinë e qejve. Por pak më përpara, në tër kapitullin 5, po citon vetëm ligjin e Atit. Vetëm ligjin e Tij po citon. Mund ta shikojmë së bashku, sepse çfarë fjale kishte Mesia në Mateu 5? Çdo gjë që unë ka marrë prej Atit. Çfarë dëgjoj unë
praktikoj dhe bej dhe zbatoj. Ja po e lexojmë thjesht për të. Unë gjitë në malë, si që dim ju afruan dishepujt, lumë skamësit në frymë sepse e tyre është mbretëria e qejve. Po flet për përullësinë. Ata që kanë një zemër të përullur, më vonë flet mos andaj që timi si fëmijët që ty në mbretërinë e qejve. Për të refuzuar ligjin e tia, je si fëmijë, vëlla motër, jo nuk je në mendje mishore. Më vjen keq, por gjërat do thuhen, do fliten që të punohet zemra jote, që të dalim në të vërtetën i ligjit të tia. Ligji i tia është i vërtetë, i mirë, i drejtë, i shenjtë. Neve marrim atë paketë që është bekim në jetën tonë, e marrim dhe hedhim tutje. E pse? Sepse i ligu na mashtron në mendjet tona, dhe i ligu do vi të mashtroj në mendjet. Nuk do vi në këtë rast të shfaqet ty në si statuje, apo do të shfaqet përpara, thot, shiko, tu të kam gënjyer. Do të manipuloj mendjet tona. Ka një strukturë që ati ka vendosur për të ecur në shenjtërimin, në veçimin, për të pëlqyer zemrës së atit. Vargu tjetër, vargu 4, Mateu 5. Lumë ata që vajtojnë sepse do ngushëllohen. Vajtojnë. Po vajtojmë. Po vajtojmë shumë për shumë gjëra. Vajtoj për vëllezër dhe motra që ecin në mëkat. Jo sepse jemi të pastër, vëlla motër. Jemi duke ngulmuar në ligjin e tij të përsosur, kemi gjëra që do të punojmë në jetën tonë. Ati është shkoshenjt për ato gjëra. Shumë për jush janë në fillimet e besimit. Ati e di ku jemi, por shikon në këtë rast ai person çfarë po praktikon, çfarë po ngulmon, për çfarë po përpiqet. Po përpiqet të ruaj urdhrimet e tia. Të ruaj urdhrimet e mia, thotë si bebja e syrit të tia, sepse janë të çmueshme më shumë se ari dhe argjendi, janë më të ëmbëlta se mjalti i hojeve. Po tregon një zemër që vërtet më do duke filluar të praktikoj, të njohë urdhrimet e mia, të zbatoj festat e mia biblike, të mbaj sabatin, po përpiqet dhe unë do t'i jap hirmas, do ta ndihmoj, do t'i jap favor. Por jo ta refuzojmë me njëra, ajo është pa udhësi, vëlla motër. Duhet të pendohemi nga ato gjëra. Lumë ata që janë zemër butë, është sepse do të trashëgoj në tokën. Çfarë citovi Mesia këtu Krishti? Citovi Psalmin 37. Psalmi 37, ja ta shikoj se ti në ekran. Që është në lidhje me vargun e Mateu. Ja, po ta shikosh edhe në ekranin tënd. Ja, më falë sa ta hedh në ekran. Koma s'kemi mbaruar në para gjonit. Largohu nga e keqja, thot Ati, nëpërmjet Davidit. Largohu nga e keqja dhe bëj të mirën. Çfarë është e keqja? Mos është shkelja e ligjit të tij, është e mirë apo është e keqe? Si mendon ti? Ligji i tij është i mirë, karakteri i Atit ai është i mirë. Për shkak të drejtësisë së tij ai është i mirë. Nuk është i mirë ta na shkalojë mos andaj shkeljet tona të vazhdueshme me atë zemër që nuk do të pendohet. Vjen gjykimi. Largoheni nga mëkati, që është shkelja e ligjit. Dhe ecë në urdhrimet e mia, pastaj normal do bësh veprat e tjera të mira që Ati na kërkon, sepse janë shkruar në urdhrimet e tij çfarë neve duhet të bëjmë në marrëdhënie me shenjtorët, në marrëdhënie me që kemi jashtë, të gjitha aspektet që na kërkon të mbretërisë, që mbretëria e tij të avancojë. Duke u larguar nga e keqja, çfarë do kesh, vëlla motër? Do kesh një banesë të përjetshme apo jo? Çfarë po fliste Mesia? Do shkoj të përgatit një banesë për ty. Si rezultat thotë një zemër që është e përullur, një zemër që është e butë, apo jo? Mateu 5, vargu 5.
një zemër në këtë rast që është si fëmijë, ajo fëmija që pranon urdhrimet e mia, thot pranoj, thot fjalët e urta 3 dhe 4. Ja, shikoj vetë. Çfarë thoshte Mesia? Lum ata që janë në zemër butë, sepse ata do të trashëgojnë tokën. Është i njëjti varg, zemër butët. Ja, dhe ta gjej. Më lejo ta gjej një moment. Më lejo ta gjej, vamo. Me lejo ta gjej atë varg, prapë është në Psalmi 37. Në Psalmi 37, si njëjti. I vargu 11. Ajajaj. Edhe të mendojmë që sot dhe Mesia erdhi për të na dhënë një fjalë tjetër. Ja ku e ke. Ja ku e ke në ekranin tënd. Ja ndoshta i përfshin të dyja. Çfarë citovi, nëse po e merr në ekran? Ko. Çfarë citovi, vëllai? Mbreti tën, Krishti. Zemër butët do të trashëgojnë tokën. Zemër butët do të zotërojnë tokën. Citovi Psalmin 37. Që a i dinte, që i kishte, lexonte, nëna ti Miriam i kishte mësuar. Kishte fjalën e Atit, kishte të tërë shkrimin që fillon nga ligji deri tek Mateu. Ky është shkrimi që na shillon më së ndaj apostulli në para Timoteut 4:13 që të kushtojnë vëmendje leximit të shkrimit, po i thoshte pastorit Timoteus. Timoteu, të thua ti Timoteus e kishte emrin e tij. Gjithsesi, e kupton kush është. Mesia vetë puna çfarë citon? Citonte ligjin e Atit, njeriu do të rrojë me çdo fjalë që del nga goja e Elohim, Mateu 4:4. Po citonte ligjin e Përtërir 8:3. Vjen më vonë në vargun 5. Citon Psalmin 37. Më vonë të njëjtën gjë, ja ku kemi praps. Të drejtët do të trashëgojnë tokën dhe do të banojnë gjithnjë mbi të. Banesa e përjetshme. Sepse Jahue e do drejtësinë dhe nuk i braktis kurrë shenjtorët e tija. Kur ata ecin drejt me te, kur në këtë rast largohen nga e keqja e shkeljes urdhrimeve të tija, ata do të ruhen për jetë. Sepse ti dhe unë bëjmë diçka, prandaj Ati na ruan për përjetësinë. Por sa prej besimtarve janë larguar nga rruga e drejtë, ka plot. Dhe në qoftë se po më dëgjon, vlla e motër, ktheu në urdhërimet e tija, me një zemër të sinqertë. Mos e gënjej veten, unë besoj, por nuk dua të ecë në urdhërimet e tija. Fillon pastrimi, fillon restaurimi. Është e mundur, me shumë për jush kanë folur personalisht. Zemra e sinqertë, për të marrë jetën e përjetshme, për të patur atë banesën të përjetshme. Janë dy vendet ku do shkosh. O ti o unë, liçeni zjarrit, shkatrim të përjetshëm, apo banesën e përjetshme atje ku syri nuk ka parë, veç nuk ka dëgjuar, nuk ka hyrë në zemrën e njeriut për ata që e duan. Që e duam si? E duam me emocione? E duam sepse ecim dhe zbatojmë urdhrimet e tija, jo është dashuria e vërtetë. I tregojmë atë që e duam. Vjen ndërgjegjësimi, çfarë kryevi Mesia në kryq për mua, më dha në këtë rast akses që unë të kem banesën jetën e përjetshme. Tani unë do t'i tregoj në të mirën time të mundshme, Ati më ka vendosur strukturat, më ka vendosur miqësinë dhe i kemi bekimet për rreth, mjafton të shikohemi, shumë për ju i keni patur. Dhe flas dhe për ju në këtë rast që më njihni. Ati ka trokitur, ka vazhdon dhe trokasi tani sot nëse po më dëgjon. Që ti të marrësh jetën e përjetshme duke ecur në urdhrimet e Atit dhe duke besuar tek Mesia, janë dy gjëra që do të bëjmë, nuk është vetëm një. Ajo një na futi në beslidhje që ishte besimi.
u penduam nga veprat e ligjit që kishim shkelur. Pastaj do t'i vazhdojmë të shkelim. Koncepte të thjeshta, pendimi, çfarë është? Sot neve kemi besimin. Mjafton mund të kem besimin dhe besimi e gjithashtu mbulon dhe pendimin tim. Besimi, unë po besova, atëre unë po eci në këtë raste. Po eci mirë, unë i shkel urdhrime, po s'ka gjë unë gjende po eci mirë. Aj. Hati pas mëshirë, e punofte në zemrën tënde. Në nëse po më dëgjon që je drejtues në Shqipëri, lutem që Ati në këtë rast punofte në zemrën tënde dhe sjellte frikën e Tija në zemrën tënde që është fillimi i urtësisë, që ti të kesh një kuptueshmëri të mirë të zbatosh urdhrimet e Tija. Vëlla e motër, dua të theksoj një diçka shumë të rëndësishme. Kur unë flas dhe them dhe hedh vargjet, ato vargje janë aktive në jetën time. Nuk i marr sepse i marr vargje dhe ta hedh sepse më duket mirë dhe ja po dalë të ndërthuret me të njëjtën gjë. Janë aktive që nga zanafilla deri tek zbulesa, sepse fjala e Atit është një, nuk është e ndarë. Mesia është një me Atin e Tij në të njëjtën mendje, në të njëjtin qëllim, në të njëjtën plan dhe u lut për dishepujt, për apostujt dhe u lut që ata të ishin një ashtu siç ne ishim një. Dhe dëshiron që asambleja e Tij në këtë rast ata që përmendin emrin e Mesias të jenë një. Por në këtë rast çfarë thotë që ata që përmendin emrin e Krishtit të Mesias duhet të largohen nga paudhësia. Nga shkelja e ligjit të vazhdueshme, që është mëkati. Ndërsa parsartësit e të pabesëve do të shfarosen, që kanë praktisu ligjin, Psalmi 118:53. Një ndjenjat e madhe më kushton për shkak të pabesëve që kanë praktisu ligjin. Të drejtët, Zekaria, Elisheva, Elisabeta, të drejtët, Abrahami, të drejtët, Noa, Enoku, të drejtët, apostujt, të drejtët, përse ishin të drejtë vëlla motër? Sepse kishin besuar vetëm, sepse i ecnin në urdhrimet në festat në sabatin e Atit. Fuqia e frymës së shenjtë erdhi si rezultati i zbatimit të një nga festave të Atit, sepse treguan devotshmërinë dhe përgjegjësinë e tyre nderin e gjakut të beslidhjes për apostujt dhe fryma erdhi në ditën e Pentakost të rëshajave. Normal që i dinin apostujt, Mesia nuk do t'i thoshte që zbatoni festat e Atit tim, ishin të rritur apostujt, nuk janë nga Greqia apostujt, apo nga Roma, apo nga Amerika, apo Afrika, si sot neve i bejmë. Ato ishin mënyrat katolike që neve i kemi Shën Palin, Shën Pjetrin, Shën, dhe shumë për ju Shën i ndiqni, i keni ikonat mbrapa atyre, i ndiqni dhe ju që shkoni në përndërtesa të tilla, largohu nga fryma e vdekjes, ata njerëz janë të vdekur që ti po puth, nuk t'i japin asnjë gjë në jetën tënde. Ajo kolona që djersinte kohë më përpara në Fier, është një gjë pagane, djallëzore. Ati nuk ka vendosur kolona dhe shtylla që ne të shërohemi. Ato janë manipulime të Satanit. Ka vendosur birin e Tij në fuqinë e frymës së shenjtë që në këtë rast të ne japi të mirat. Kur neve i kërkojmë në emër të Krishtit të Mesias, ai është emër për çdo emër. Çdo gjë tjetër është djallëzore. Çdo praktikë jashtë Biblës është djallëzore. Lutemi ikonave, lutemi Nena e qelit, Maria Miriam është në kompartamentin e të drejtëve, me Abrahami, me të tjere që akoma nuk kanë marrë trupin ynor, nuk kanë marrë ringjalljen, po presin ata, po presin neve, sepse Pali thotë që masandaj të gjithë të ty, në të rastë neve, si ata dhe ne, masandaj të hymë në qytetin e ri, Jeruzalemin e ri. Ndërmjetësuesi midis Atit dhe ne është vetëm një kryeprift i përsosur, Mesia Jashua, Krishti. Dhe ti dhe unë kemi nevojë për një kryeprift që të ndërmjetësojë, që është vetëm Mesia. Lerje mbulesat që më vjen sot
Mos ndoshta janë nga gjenealogjia nga brezi i Levitëve këta, që më dalin me çdo lloj. Lutem atit që një ditë ati ta shkundi. Do ta shkundi normal, që ai tërmeti i madh që do bjer në atë ditë, thotë 1/3 e tërë tokës e njerëzve do fundosë. Unë lutem atit që atje në Laç dhe në çdo vend që të lartëra që ka ngritur njeriu i dhujtarinë e tyre, ta shkundi njerë tokën, dhe të vi frika atit në zemrat tona dhe të lejmë i dhujtarinë, të prekim murin dhe vendosim kokën masandaj në skavra dhe të shërohesh. Nëse. Të drejtët do të trashëgojnë tokën dhe do të banojnë gjithnjë mbi te. Ja ku është trashëgimia tonë. Ç'toka? Atë që Mesia po na thoshte, ne do të trashëgojmë tokën, po citonte Psalmin 37, sa po e përmendëm pak më përpara. Prandaj urdhërimet e atit veçojnë nga çdo lloj praktike, sepse ati i vendosi të përjetshme para se ti dhe unë të hynim në besim te Krishti tek Mesia. Ishte vendosur më përpara dhe kjo ishte betejë që ati vazhdonte masandaj të punonte në zemrat e tyre, sepse me të larguar nga urdhrimet e atit shkonin drejt balëve. Dhe sot kur jemi larguar nga urdhrimet e atit, jemi akoma në balët që praktikojmë, në festat pagane, në kalendarin pagan. Papa Gregorit 13, 1580 se krijovi, që mban bota sot. Ati ka kalendarin e tij të veçuar që nuk është i botës, sepse ati nuk është i botës. Është i veçuar, është i mirë, i drejtë, i shenjtë. Prandaj e tha profetit Enoku ja dha kalendarin dhe masandaj me anë të shenjave dhe me anë të ndriçueshme, Sarafilla 1:14, flet sepse dielli përcakton kalendarin dhe hëna është mbështetëse. Dhe është në këtë rast mbështetëse dhe kemi lëvizje masandaj dhe të yjeve që përcaktojnë masandaj. Nëse është mësim vete, kalendari është mësim vete. Kam pothuajse gati që ta shikosh dhe të kuptosh disa aspekte, të punojmë në zemrat tona. Nga goja të drejtit del urtësi dhe gjua e tij flet për drejtësi. Ligji i tij është i drejtë. Karakteri i atit është i drejtë, i mirë, i shenjtë. Thon ligji për 32, Isaia 5:16 dhe Romakëve 7:12. Flet për ligjin e tij, që flet drejtësi. Dhe ligji i tij, ligji i atit Elohim, është në zemrën e tij. Në zemrën e kujt? Në zemrën e atyre shenjtorëve që dëshirojnë të kenë banesën e përjetshme, dëshirojnë që ata të ecin në drejtsinë dhe ati nuk do t'i braktisë sikurë, dhe ati do t'i ruaj për jetë, ata do të trashëgojnë tokën, do banojnë gjithnjë mbi te, do flasin drejtsinë me urtësi, dhe hapat e tyre nuk do të lëkunden. Paqe të madhe kanë ata që duan ligjin e tij dhe asnjë gjë nuk do t'i rrëzojë, nuk do lëkunden, nuk do bien. Sepse ligji i atit Elohim është në zemrat e tyre. Preki me një varg tjetër tek Mateu, preki me një varg tjetër. Shërbesa në mal, që themi, okay, e Mesias e Krishtit. Një varg tjetër. Ja, po e hedhim. Okay. Mateu 5:6. Nga vajti e përmendi. Se po përmend drejtsinë dhe Mesia këtu. Lum ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen. Kur do të ngopemi? Kë ka fjalën për jetën e përjetshme. Do të ngopemi.
goja të drejtit del urtësi dhe gjua e tij flet për drejtësi, sepse ka ligjin e tij në zemrën e tij dhe nuk do të lëkundet, do marrë jetën e përjetshme, Zbulesa 22:14, në njëjtin kontekst që mbreti lavdisë po thotë dhe po fret që sepse ata do të ngopen me jetën e përjetshme, duke ecur në drejtsinë e ligjit të Atit. Dhe kur dëgjoj më së ndaj dikej që thot, po ja, shikone, si do të bëjmë këtë vargja, si, për që Mesia erdhi të anulloj, ku e ka thënë? Që po citon vetëm ligjin e Atit, dhe erdhi ta predikonte me një autoritet përmbi farisejtë, sepse farisejtë e kishin lënë më njënë me traditat e tyre, sepse ishte, për ta kuptuar, farisejtë dhe sadusejtë për ju, vëllezër motra, ishte këshilli Sinedri qushe, ishin në tempull për të mësuar urdhrimet e Atit, ligjin e tij të përsosur. Ata e kishin korruptuar atë zyre sepse fillimisht ishin vetë zgjedhur. Sepse ishte profetizuar vetë nga Ezra që do vinin të korruptonin zyrën e Atit, në këtë rast në tempull. Dhe Ati solli birin e tij, masandaj t'i qortonte ata dhe të nxjerrte popullin e tij në drejtësi për të patur atë banesën e përjetshme, jetën e përjetshme, se rezultat i një kryeprifti të përsosur që ai e fitoi atë kryepriftëri, me ecjen e tij tregoi karakterin e Atit, shëmbulltyrën e përsosur, fytyrën e Atit, dhe tha jam unë ai që ishte profetizuar për ju, unë erdha të plotësoj ato profesitë e ligjit dhe të profetëve. Por mos mendoni se unë do heq karakterin e Atit, se asnjë jot, asnjë pikë e ligjit nuk do të kalojë, thot. Po të zbatoni urdhrimet e Atit tim, në këtë rast, dhe më dëgjoni dhe mua, sepse unë po flas ligjin e Atit tim, sepse ata kishin nevojë, vëlla e motër, për një kryeprift që të mësonte ligjin, sepse zyrat e farisejve të saducejve ishin të korruptuara. Prandaj thot në Marku 7, në Marku 2, në Mateu 13, 25, 23, flet për zyrën e tyre, që në këtë rast nuk po mësonin urdhrimet e Atit, po mësonin traditat e njerëzve, që në këtë rast ato tradita për ju që ta kuptoni, ishin tradita misticike, magjie, Kabala ishte misticizmi i që lindi në Izrael dhe farisejtë të masandaj e përvetësuan më vonë. Këto ishin traditat e njerëzve që mbanin peng popullin e Atit, duke anulluar fjalën e Atit në Marku 7 për traditat e tjerëve të tyre, të trashëguara, këto mësime prej njeriu, jo urdhrimet e Atit. Urdhrimet e Atit, ata i kishin lënë me njanë. Vazhdojmë. Ata që po thesha pak më përpara, që Mesia citovi ka ligjin e përtërirë 8:3, që njeriu duhet të rojë me çdo fjalë që del nga goja e Jahve. Lavdi. Si bijtë e Izraelit që ishin kush, ishin apostujt apo jo? Ja po e zmadhojmë pak, që të kemi një kuptueshmëri të mirë. Bijtë e Izraelit që ishin apostujt, ata po respektonin sabatin duke kremtuar atë brez pas brezi në nder të urdhrimeve të Atit. Ja ku kemi shembullin, a nuk e pam në Eksodit 31 kur thotë që bijtë e Izraelit duhet të respektojnë beslidhjen e gjakut, beslidhjen e përjetshme të sabatit, shenja e përjetshme thotë, që tani ne u bëm pjesë me ta për shkak të Mesias. Se ai na bashkovi nga dy popull na bëri një, që sot këtë gjë akoma nuk e kemi kuptuar. Ne jemi të ndarë nga ata. Ne nuk duam të zbatojmë ligjin e Atit sepse jemi të ndarë. Po të qëndrosh i ndarë, vëlla motor qëndroj i ndarë. Për të qëndruar i ndarë, ka pasoja. I ndarë nga urdhrimet e Atit, i ndarë nga mbretëria e tij. Je jashtë të qytetit. Ke filluar të praktikosh dhe do të zbatosh atë gënjeshtër. Për lumë ata që zbatojnë urdhrimet e Atit do kenë të drejtën për ndryrë jetës dhe do kenë të drejtën për ty në portat e qytetit. Zbulesa 22:14-15 është libri, janë vargjet e fundit të fjalës së Atit. Ja ku kemi shembullin e kishës së hershme, të apostujve judenjtë me jo hebrejtë që janë kombet e tjera, janë në miqësi në ditën e veçuar të Atit. Dhe
u këshillohet disa gjëra nga ligji që të heqin dorë, nga ndotjet e idhujve, nga prostitucioni, nga kurvëria, nga gjërat e mbytura nga gjaku. Ty janë thënë këto ku ke ardhur në besim, vëlla motër? Nuk të ka thënë njeri për këto gjëra, as mua nuk më kishte thënë njeri, sepse isha pjesë e denominacioneve të njeriut, të idhujtarisë së njeriut. Me po, kishim disa perspektiva, na mundoni të na gënjenin dhe apo një pozicion, apo ja, jemi këtu në Ministrinë e Burrave, ndihmës pastor, po drejtojmë lutjen 300 njerëz, 300 burra në online. Kemi drejtuar lutjen për gati një vit. Po ecja? Po festat e atit? Po urdhërimet e tija? Apo flasim gjëra boshe? Lutja në gjuhë. Po, kemi folur dhe flasim për orë të tëra, për 8 orë. Fryma ndihmon. Po ato janë për personalen, pasandaj kur profetizon në gjuhë të panjohura, duhet një interpretues, nëse ati jep dhuntinë personale të interpretimit që kisha të ndërtohet, të marrë mesazhin. Ai është një tjetër abuzim që sot bëjnë, pasandaj vetëm flasim në gjuhë hapërzi. Pali thanë, nëse nuk ke interpretimin, ashtu të flasësh ti me atin, thotë në heshtje. Apostujt kishin dhuntinë e gjuhëve, është tjetër, gjuhët e panjohura janë tjetër. Apostujt u dha dhuntia e gjuhëve që ishin të panjohura për ata, por ishin të njohura për njerëzit që ishin rreth tempullit, ku ata ishin në dhomën lart të tempullit. Se 120 veta nuk të mban shtëpia tënde në dhomën lart? 120 veta? Logjike. Ishin në tempull. Janë dhomat lart që apostujt shkonin për lutje. Dhe ku do shkonin për lutje? Ishin atje në tempull, ishte karakteri tynë në orën e lutjes, shikojnë Pjetrin me Gjonin në vajtën të lutën. Dhe Josifus që ishte një nga priftërinjtë në kohën e Mesias, që pretendohet ai besovi, ishte një nga farisejtë asaj kohe. Tregon strukturën e tempullit që kanë thënë më përpara që dhoma lart kishte kapacitet të mbante njerëz në të tillë 120 veta dhe përtej. Ishin dhoma të mëdhaja, ku apostujt luteshin. Si do dëgjonin njerëzit që ishin nga të gjitha kombet përreth, që kishin ardhur ku? Kishin ardhur në tempull sepse ishte festa e rshajave e Pentakostit, që ati kishte vendosur të përjetshme. Mos kishin ardhur në një lagje, të tërë ata njerëz të festonin diku në një lagje? Ati manifestovi dorën e tia në festat e tia në tempullin e tia. E pasaj normal që vendosi sepse gjërat do anashkaloheshin, që kishte të bente me zemrën e njeriut, donte njeriun. Dhe në 70-ën masandaj tempulli u rrëzua, u shkatërua, dhe do vendoset në 1000 vjeçarin. Jo këtë që po ndërtojnë tani në Izrael. Këta është janë njeriu. Kjo është gënjeshtra që po bëjnë në sot sepse kanë anashkaluar Mesian, nuk duan të besojnë tek ai dhe gjejnë mënyrën e tyre tani, apo të kemi një altar, ne do fillojmë të bëjmë sakrificat, edhe pastaj ne kështu pastrohemi nga mëkatet tona. Ati nuk e pranon atë lloj ndërtimi të tempullit që po bën instituti i tempullit sot në Izrael. Dhe mjafton një altar të kenë ata. Po përgatitin gurët si sot ligji, mirë, thot ligji për disa gurë, por a ka thënë ati për të ndërtuar këtë tempull tani? Jo. Dhe do të ndihmojë masandaj anti-Krishti, do të ndihmojë që të ndërtojnë atë tempull, dhe pastaj do vijë dhe do vendoset në mes të tyre. Fillimisht ata do ta pranojnë, ja ku qenë ka Mesia, ja na tani e kemi. Ndërkohë ai është anti-Mesia, anti-Krishti. Kështu do ndodhi sot në Izrael. Ko bëjnë përgatitjet e priftërinjve të tyre, kanë gjetur një person që është i pastër, sipas ligjit në këtë rast duhet të purifikohet, kanë marrë temat nga Amerika, të kuqet që siç thotë ligji, po i thot disa gjëra. Por ato gjëra nuk janë me në funksion, vëlla motër. Ne kemi urdhrimet e Atit që janë në funksion, por tempulli nuk është, çdo gjë që përkiset tempullit nuk është një priftëri e levitëve sot. Kemi kryepriftin më të lartër që ai do mbikëqyri levitët dhe bitë Zadokut në 1000 vjeçarin, jo tani. Tempulli që do ndërtohet më vonë, kur thotë Ezekieli 40 deri në 48,
ai tempulli i madhërishëm, ku Mesia do ulet, do mbikëqyri vite Zadokut, ku nga Sioni do dali ligji, kombet do vinë të adhurojnë Atin në festat e tija biblike, dhe do të mësojnë urdhërimeve të Atit, të gjitha kombeve. Isaia 2 flet për ato gjëra. Nga Sioni do dali ligji, do të mësohet kombeve, urdhërimet e Atit. Atyre që janë jashtë, të që janë brenda, që kanë marrë trupin ynor, që ecin urdhërimet e Atit dhe besojnë tek Mesia, ata në këtë rast atë ka marrë për sotshmërinë, kanë marrë trupin e tyre të pavdekshëm dhe i zbatojmë urdhrimet e Atit në mënyrë perfekte. Kur sot një besimtar nuk do të zbatojë urdhrimet e Atit, ligjin e tij të përsosur, si do marrësh për sotshmërinë e tina? Me çfarë evidence, me çfarë karta po troket në ambasadën e Atit? Çfarë po i tregon Atit? Unë po ecë në paudhësi, po gjende ti më do më ringjallësh? Mesia në Hebrejnë të 5 çfarë tha? Që e përfitoi atë ringjallje me anë të ecjes dhe bindjes së tij se pati frikë Atin e tij. Dhe ti dhe unë i tregojmë Atit të mirën tonë të mundshme derisa ai të shfaqet që unë tani po zbatoj urdhrimet tënde, më mëso dhe i mësojmë çdo ditë. Ka pjesë të urdhërimeve vëlla motër, sabatin apo festat e tija, që i perfeksionojmë sa më shumë çdo ditë. Dhe pasandaj synojmë në urdhërimet e tjera ato që akoma jemi për të punuar. Kjo është rruga tonë, por jo t'i heqësh komplet. Heq karakterin e Atit të unë po ecë. Ai Mesia është i rremë vëlla motër, që të kanë thënë ty dhe mua akoma përpara. Çdo gjë që në këtë rast të dalë dhe flet dikush duke anulluar ligjin e Atit. Ai është një Mesia tjetër që apostujt nuk kanë predikuar.